Arsen, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Vibe. Mirë se u gjeta. Atëherë do të flasim pak për aktualitetin për protestat. Pas 30 ditësh protest, cili është bilanci juaj? Çfarë keni arritur që nuk do të arrini pa këtë mobilizim? Mund të flas për protestën, po s'pari për arsyerat e mia personale, po edhe për shumë arsye ndoshta të tjera. Nuk jam në grupin drejtues të asaj proteste, kam qenë disa herë si pjesëmarrës, po duhet të them që pas një bilanci 30 ditor të kësaj proteste, ajo çfarë është vënë re fakti që një numër i madh protestuesish, që është hera e parë që nuk thirrën nga partitë e mëdha, po vinë nga vullneti i tyre, ka vënë në vështirësi gjithë klasën politike shqiptare. Dhe po t'i referohesh asaj çfarë protestuesit vetë, s'po referohem drejtuesve të protestës, atyre që kanë marrë fjalën, por vetë protestuesit kanë artikuluar qartë, ka qenë shpreha Ramamburg-Berishamburg, që në një farë forme tjetër përkthehet si një lëvizje anti-sistemit politik. Pra ato e konsiderojnë këtë sistem politik një sistem të përbashkët mes gjithë kupolës politike, kanë evidentuar qartë dhe kanë arritur një konkluzion të qartë që gjithë problematikat që hasin në jetën e përditshme dhe problemet që gjithë themelore që gjithë shoqëria ka vijnë pikërisht nga ky ekuilibrim ose kapje penge gjithë sistemit politik në Shqipëri, por edhe dhe sistemit ekonomik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që në numër kaq i madh protestuesish të arrijnë në një konkluzion kaq të saktë, kaq të drejtë, gjë të cilën nuk e ngjon të artikuluar edhe në studio nga analistë apo intelektual të njohur të këtij vendi, por e ngjon nga protestuesit, që do të thotë që shpeshherë ajo që ne e quajmë inteligjenca kolektive, unë paktën në shumë raste e kam artikuluar këtë që inteligjenca kolektive është më avancuar se sa inteligjenca një individi, sidomos ku ka të bëjnë për të mirën e shoqërisë. Dhe kjo protestë ka treguar që nuk është më vetëm PS-ja dhe PD-ja, forcat kryesore politike që mund të realizojnë një protestë tillë, një protestat të mëdha, por protestat të mëdha mund të organizojnë edhe vetë qytetarë për interesat e tyre dhe kjo u pa më së qarti. Pra ai monopoli që njerëzit në shesh mund t'i nxjerrë vetëm PD dhe PS u thye monopoli i partive të mëdha, sepse asnjëra nga partitë nuk besoj që kanë nxjerrë më shumë se kaq në shesh gjatë vetëm momente të caktuara ndoshta të zhvillimeve politike mund të ketë pas një numër më të madh. Po kjo protestë ishte një protestë shumë e gjatë, 30 ditore, që nuk ka realizuar dot ndonjëherë në forcë politike, domethënë me këtë intensitet. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të mos reagojë. A mendoni se kjo është një strategji për të lodhur protestuesit? Kryeministri nuk se reagimi mos reagimi nuk është se është një strategji e atij, varet se si e gjykon. Lodhja e protestuesve unë nuk besoj se ka të bëjë me Edi Ramën, po ka të bëjë me një fakt tjetër. Protestuesit mund dalin në mënyrë të vazhdueshme, javore, por në momentin që ato shohin që nuk ka një zhvillim, edhe protestat kanë kurbën e tyre të rritjes, dhe ka rrkapjes një maksimumi edhe të rënies tyre. Dhe ato që merren kryesisht, që kanë marrë barrën e organizimit, ato duhet ta dinë këtë, që fenomeni i rritjes dhe i të kurrjes është një fenomen normal, një fenomen normal. Kështu që në momentin që ta mendojnë që kjo protestë është një protestë e drejtë, që kërkon, thash edhe një herë, rrëzimin e gjithë këtij sistemi politik, besoj që duhet të konkludojnë edhe me njerëzit përkatës dhe duhet të konkludojnë patjetër me një formacion politik. Shumë nga ata që janë pjesë të organizimit ose atyre që kanë marrë fjalën thonë që kjo është larg politikës dhe ne nuk do konkludojmë me një formacion politik, gjë e cila në vetvete është një idiotësi. Është ose idiotësi, ose është një keqdashje dhe këtë nuk mund ta ndaj sepse duhet i njohësh personat, por të paktën për dy persona që i njoh, besoj që më shumë është çështje mos thellimi në problematikë, sesa çështje kapje e tyre nga ose
keq përdorimi i tyre nga dikush tjetër. Sepse në momentin që ti nuk konkludon me një forcë politike, nuk ke se si e rrezon këtë antisistem kërkesë e artikuluar marsit. Nga gjithë pjesëmarrësit në protestë, ose s'po të them gjithë, po shumica e pjesëmarrësve, që ti thush Rama ik, ose Rama jepet ndërheqjen, mund ta thush me kort, po kjo nuk është se e detyron Ramën për të ndërheqje. Fenomenet e këqija, qoftë Rama në modeli Ramës, por qoftë edhe modeli i Berishës, edhe modeli i Bashës, dhe vetëm në formë për të larguar është momenti është forma e ballafaqimit tyre me një model të ndryshëm, dhe forma e ballafaqimit, nëse mungon ballafaqimit elektoral, kërkesa të tilla në formë lutje apo edhe në formë presioni largo, dhe Ramës nuk besoj se i bëjnë përshtypje aq më tepër sa i Berishës. Se Basha tash më ka ikë nga skena. Ka analistë që thonë se Rama nuk do të bëjë asnjë lëvizje politike derisa të shohë zhvillimet në SBA. A besoni se ai pret zgjedhjet e mesit të mandatit në SBA për ta kuptuar si do të ndryshojë klima ndërkombëtare? Besoj që Ramës në këtë moment i intereson Rama mundohet, intereson dhe ndërlidh këtë çështjen e protestës me zhvillime ndërkombëtare. Rama thjesht po ndjek një strategji, duke ditë shumë mirë që protestat rriten dhe të kurrën, që protestat shkojnë gradualisht në të kurrjen e tyre dhe në humbjen e aktivitetit tyre ose trusnisë tyre, sepse në momentin që fillojnë edhe zvoglohen numrat, kuptohet që bie edhe pesha, fillojnë edhe largohen edhe njerëzit. Dhe kjo thash edhe një është barra atyre që kanë marrë përsipër aty që artikulohen në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të gabuar, që gjithë ato njerëz që janë në shesh atje, një numër prej 30.000, 40.000 protestuesi, sa edhe më shumë, që dalin edhe artikulohen Rama Hamburg, Berisha Hamburg, si formë të reagimit antisistem, dhe ti thu që ne nuk do konkludojmë me një informacion politik, ose nuk do konkludojmë me një lëvizje politike, kjo në vetvete shtalli me gjithë protestuesit. Thash edhe njërë, disa mund të bëjnë nga idiotësia, për shumica e atyre që artikulojnë këtë janë keqdashës. Sepse gjëja më me vlerë, gjëja që i ndihmon për Edi Ramën në këtë rast është pikërisht ky artikulim, qoftë Ramës, qoftë Berishës. Ky është artikulimi më i rrezikshëm aty. Dhe unë vjen keq që e ngjoj këtë artikulim nga një numër i konsiderueshëm personash që marrin fjalën. Të lloj idiotësie që mos konkludosh me formacion politik, domthon kësaj lloj idiotësie nuk mund të jepet dhe nuk kanë asnjë argument. Sepse fakti që ti del proteston një muaj, Rama mund të lejojë edhe 2 muaj. Dhe e di që në gusht njerëzit do shkojnë korrekt mas pushimeve dhe do ç'bëhet kjo. Dhe do ta kenë shumë të vështirë që të mbledhin njerëzit, të rigrupojnë njerëzit edhe një herë. Sepse pas një dështimi, rigrupimi i njerëzve dhe mbledhja e njerëzve në shesh është shumë më e vështirë. Ti mendon se kjo protestë do të ç'bëhet? Unë nuk kam dëshirë të ç'bëhet, sepse nëse ç'bëhet kjo protestë, një ndër personat, për shembull që do ndiej më keq jam unë, sepse para një viti unë pikërisht me këtë slogan kam dalë, Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Pra ky slogani që kam pasur në fletën e Palosjes dhe prezantimit ka qenë që gjithë kupola drejtuese duhet përfundojnë burg, sepse unë e di shumë mirë që këta janë njerëz që kanë vjedhur në mënyrë të paskrupull. Dhe mekanizmi i futjes së gjithë sistemit politik në fushën në analet e korrupsionit është i bërë me qëllim. Sepse këto çfarë bëjnë? Bëjnë politikanë, korruptojnë dhe pastaj tulin zërin drejtën për të folë dhe të bëjnë pabesueshëm. Pavarësisht se këta vjedh, aty ka edhe hierarki vjedhje, ka ca që vjedhin shumë, ka ca më pak. Po në momentin që bësh politikan dhe fut duart në parat e buxhetit të shtetit, fut duart në veprimtari korruptive ose qoftë edhe të pastrimit parave, automatikisht të humb kredoja morale dhe quhesh një njeri i shantazhueshëm dhe i kapshëm. Kështu që klasa politike më shumë nuk do t'i fuzë gjithë, sepse ka njerëz ndershëm, Zoti nuk e ka fik këtë vend që çdo politikan ashtu siç mundohen disa nga ato që marrin fjalën atje që thotë jo politik, jashtë politikan. Po çfarë do shkojnë këto, do dalin do luajnë futboll me boksiera? Është një gatrresë qëllimshme e turpshme. Ju thatë që ato po këta dalin
mblidhen në shesh, kërkojnë ndërheqjen, pra kryejnë veprime politike të mërfillta, dalin me kërkesat politike dhe thonë jo politikanëve. Të duhet kërkojnë mbështetjen çdo politikanit ndershëm, sidomos atyre që kanë pas qëndrime publike dhe janë përplas me Ramën, me Berishën, janë përplas edhe me sistemin për një kohë të vazhdueshme, dhe personat tillë duhet të jenë patjetër të mirëpritur. Dhe personat publik njihen, sepse nuk ka këtu me mira televizor, këtu ka 10-15 televizione, ka studio në cilat njihen pak a shumë mendimet e gjithë secilit. Ju thatë që keni dalur me sloganin Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Unë kam dalë me sloganin që këto janë pjesë e një sistemi dhe gjithë ky sistem duhet ndëshkohet. Është figurative në burg. Se kem hallin vetëm ty në burg këtë, sepse këto pas tyre kanë një mal me vepra penale që duhet ndëshku, kanë edhe një mal me pasuri që duhet kthehet në pasuri publike, dhe kjo është e rëndësishme. Këto po bëjnë drejtësi me kompromis, duke munduar dënojnë njëri tjetrin me 2-3 vjet, 4 vjet, njëri shpëton, njëri se shpëton, dhe me kodin e heshtjes, këto duan ta kalojnë këtë situatë. Por kurse si nuk ka zgjidhje nëse këta nuk përfundojnë, çdo kush që fut duhet në parat publike, ka 10 qytetarë në xhepa. Dhe është një klasë e madhe, një numër i madh politikanë që e kanë bërë këtë. Kush mendoni se mund pra të bëjë Shqipërinë? Të jetë kryeministri i ardhshëm. Shqipërinë ka, nëse konkludojmë te kjo protestë, në momentin që fillon edhe kjo protestë, do të zgjedh një grup drejtuesish, patjetër që ai grup drejtuesish duhet të ketë një mandat nga ajo, në mënyrë figurative po thama, nga gjithë ato protestues, duhet ndërtohet patjetër një strukturë gjerë pjesëmarrësish, të cilët do të zgjedhin një grup më të vogël drejtuesish, dhe ai grupi i vogël drejtuesish që do marrin përsipër edhe të zhvillojnë edhe të ndërtojnë formacionin politik, por edhe të zhvillojnë veprimtarinë politike në konform të asaj çfarë i kërkon pikërisht kjo protestë, sepse kjo protestë në vetvete po lidh një marrëveshje mes atyre që do e drejtojnë dhe kërkesave të tyre. Pra, ky grupim politik duhet të jetë i pa diskutueshëm dhe patjetër duhet të artikulohet si një grupim politik antisistem. Dhe që kurse si nuk mund të bëj pjesë dhe nuk mund të bëj në të ardhmen marrëveshje me njërin nga pjesët e sistemit, sepse s'do kish kuptim lëvizja atyre themelore. Dhe kjo është ajo çfarë ky grupim personash pastaj që marrin përsipër drejtimin, dhe unë kam parë që aty kanë arritur konkludojnë në një kuvend dhe besoj që do të ketë edhe filtra, nuk e di se si funksionon dhe kush janë ato që po e ndërtojnë dhe cilat janë filtrat e njerëzve që do të marrin pjesë në këtë kuvend, që do zgjedh besoj patjetër një grup drejtues, dhe ai grup drejtues duhet të ketë një pakt në mënyrën figurative, siç i thënë ne, duhet t'japi besën. Sepse ndodh fare mirë në atë grup drejtuesish mund të futen njerëz të infiltruar, qoftë Ramës, qoftë Berishës, qoftë edhe të individëve të tjerë, të organizatave të tjera. Nuk e di për shkak sepse kjo duhet lënë procedurë, si do mblidhet dhe si do procedohet në këtë kuvend. Po rruga e ndërtimit një kuvendi është vetëm rrugë, dhe e dyta, rruga e ndërtimit një kupole drejtuese është hapi i dytë. Pastaj shtrirja e kësaj fryme në gjithë Shqipërinë. Nuk ka rrugë tjetër. Gjithë rrugët e tjera janë kështu çështje amatërizmit njërit e tjetrit, se këtu aty ka edhe shumë njerëz, patjetër secili i shkrep nga një ide, secili e shkrep pushkën si maslojt vet aty. Po ka edhe shumë aludime. Jashtë këtyre themeleve, pra ndërtimit një kuvendi, gjithë përfaqësues, zgjedhjes së një grupi drejtues me integritet, të cilit japin besën se nesër nuk janë ato që do të bëjnë shkaktar, sepse çfarë ndodh në Shqipëri. Në iniciativa të tilla infiltrohen persona që kanë si qëllim pikërisht në një të ardhme kanë si qëllim edhe minimin e pikërisht arsyes pse ndërtohen këto grupime. Dhe aty mund të ketë njerëz që thash edhe njerëz, mund të ketë njerëz që infiltrohen nga organizata ndryshme, nga njerëz ndryshëm, mund të ketë njerëz që infiltrohen edhe nga shërbimet e huaja. Sepse është shumë e vështirë, s'ke si mekanizmat e filtrit, nuk ke si ndërton, por ama duke dhënë besën edhe duke firmos një dokument.
Ato janë para një përgjegjësie të madhe morale dhe nesër dhe para një përgjegjësie të drejtë për drejtë. Sepse kjo nuk është punë fëmijësh. Ato persona që marrin barrën të dalin nga ai kuvend dhe nesër ta tradhtojnë atë kuvend, ato luajnë me kokën e tyre pastaj. Nuk po del këtu po luan cicmic. Ku po luan me interesat e një kombi. Nëse nesër Rama jep dorëheqjen, a mendoni se është gati opozita për zgjedhje të parakohshme? Ti je sigurt që Rama nuk jep dorëheqjen, ai ka artikuluar qartë që un kam një marrëveshje me popullin shqiptar, marrëveshjen dhe kam një pakt me nënshkruar me popullin shqiptar, ka për zgjedhjet e 11 maj. Dhe në mënyrë, domthon, është idioci të mendosh që Rama do japi dorëheqjen se dalin 20.000 vjet, 30.000 vjet çështë. Unë thot kam 800.000 vota. Për shkak 30.000 njerëzve që dalin në shtesa, 40.000 nuk mund të braktis 800.000 votues të mit. Por edhe nëse e bën, për shembull për një periudhë shumë të shkurt, patjetër që Rama do kishte avantazhin e lëvizjes shpejt. Dhe patjetër jo vetëm nuk po them opozita, se opozita në këtë moment që do formohet pikërisht ky formacion politik, atëherë opozita merr tjetër, pesha e opozitës është ky formacion politik. Dhe një pol i tretë që mund ndërtohet, që ne kemi kaq kohë që themi mos ndërtimi një pol i tretë po i zgjat jetën sistemit kalbur politik. Sepse tashmë ato kanë evidentuar qartë se Rama dhe Berisha janë pjesë të njëjtës anë. Dhe nëse këta artikulojnë dhe konkludojnë me një formacion politik të mirëfill, këto do t'i vënë në një qoshe Ramën dhe Berishën, do t'u binë të dy. Pra Berisha më nuk do t'jetë faktor opozitar i rëndësishëm, do të psohet. Ashtu siç nuk është, sepse është marrëveshje plot me Edi Ramën. Fakti që këta kërkojnë që para se të ketë një proces zgjedhor me të drejtë artikuluesit në këtë protestë, e shprehin që duhet të ketë ndryshim kodit zgjedhor, jo kodit zgjedhor që Berisha e ka dhuruar Ramës si një akt të rënd tradhti opozitarizmi, por një kod zgjedhor i cili respekton disa parime themelore të garës hapur, ku secili individ, jo artificat 1/3 e mbyllur të fusim ne kalpsirat tona, po garës, dhe dyta filtrimit të gjithë atyre kandidatëve që do futen edhe në garë, nga të paktën nga ana e këtij formacioni të ri politik. Pse them filtrim, sepse është shumë e rëndësishme që figura morale e tyre të bëjë diferencë me ato që zgjedh Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e mbetur në thojse se është më demokratike. A do ishit i gatshëm të bashkëpunonit politikisht me Berishën nëse qëllimi do ishte vetëm largimi i Ramës, duke qenë se ti ke qenë dhe kritik ndaj Berishës? Jo, nuk kam qenë kritik ndaj Berishës. Unë nuk di të kritiku në erë Berishën, unë e kam akuzuar për tradhtar, të akuzosh tjetën për tradhtar nuk quhet kritik. Nuk kam po akuzën më trënd. Kjo është arsye që unë nuk jam në pozitë drejtuese. Unë më kanë ofruar të jem pozitë drejtuese dhe kam thënë, unë me tradhtar, me njerëz që tradhtojnë në dritën e diellit, arrin të tradhtojnë mbështetësit e vet, arrin të tradhtojnë idealet e asaj partie dhe arrin të trajtojnë kauzën opozitare, unë nuk mund të bashkëpunoj kurrë si. Arsye unë nuk e di se si e bëjnë turpshëm një pjesë e atyre antarë e deputetëve të Partisë Demokratike që janë sot në kuvend, si e bëjnë turpshëm, shesin karakterin dhe dinjitetin e tyre duke bërë personazhe, duke pas një proces metamorfoze në brendësinë e tyre, arrin dhe deformojnë gjithë veten e tyre për një postë deputeti. Që unë nuk mund të më qush kritik zotit Berisha ma ul shumë dozën, sepse unë asnjëherë nuk kam qenë kritik, po kam qenë akuzues edhe ndaj zotit Basha, edhe ndaj zotit Berisha. Dhe kritika dhe akuza janë dy gjëra që kanë diferencë shumë të madhe. Me që ke qenë akuzues ndaj Berishës, nëse nesër do të ishit në një tryezë me zotin Berisha, çfarë do t'i thonit? Nuk ulem në një tryezë me zotin Berisha, sepse po t'ishte për të ulur në një tryezë me zotin Berisha, zoti Berisha mi ka ofruar mundësi për qenë edhe pjesë e populës drejtuese, për qenë edhe ndoshta edhe pjesë e parlamentit.
Problemi është a vlen më shumë fytyra e individit, a vlen më shumë pozicioni politik të secili njeri e bën këtë bilanc me veten e vet. Nuk di ndonjëherë që du në fytyrën time për shkak një pozicioni politik. Kështu që kjo është e turpshme që këta. Kur i keni patur këto oferta? Cilat oferta për të qenë kupolën drejtuese. Po fill për mazgares me zotin Berisha. Jo fill mazgares zotin Berisha, po edhe në zgjedhjet 11 majit të fundit, për shembull kam pas diskutime që ti duhet të jesh në listat e Partisë Demokratike e tjerë me radhë, kam thënë kjo është gjëja më e turpshme. Nëse unë do bëja këtë, do bëja atentat ndaj vetvetes, do bësh atentat ndaj vetvetes është gjëja më e pakuptueshme. Çfarë nuk funksionoi me opozitën tradicionale që u detyroi të ndroni një lëvizje të veçantë? Nuk qëndrojnë sepse nuk kanë asnjë parim. Kur s'kan asnjë parim moral, kuptohet që ajo lëvizje është detyruar, është det rrugës degradimit. Çfarë do thotë nuk kanë asnjë parim? Në një vend ku vidhen vota dhe hajdutët e votave janë të suksesshëm, unë e kam lidhë ngushtë në garantime përballë Berishës paktën me 8 persona që ja kam akuzuar si persona që duhet largohen menjëherë nga Partia Demokratike. Edi Paloka, Albana Vokshi, Belin Klliçi, si maj mend se janë shumë atje. Ose nuk mund njërë me njerëz pa shtyllë kurrizore, si mund të ulesh në një tavolinë, si Gazmend Bardhi, ky Marka që një ditë thonë që Berisha është e keqja e vendit, nesër është heroi i Partisë Demokratike. Ku diun se çfarë artikulojnë, janë njerëz pa shtyllë kurrizore, pa dinjitet, nuk janë formatin e tyre që të arrijë të kuptojnë nga brenda. Në këtë proces metamorfoze që ndodh me këto nuk jam gjendje ta. Edhe Kafka, Franz Kafka do ishte i surprizuar nga ai Gregori, ai personazhi i vet do i duke hiç para metamorfozës që ndodh me këto personat e skenës tonë politike. Nëse sot do kishit përballë kryeministrin Edi Rama, çfarë pyetje do t'i bënit? Nëse unë do kisha përballë zotin Edi Rama, unë do të akuzoja, nuk do t'i s'kam çfarë pyetje t'i bëj. Do më akuzat për zotin Rama. Jo, po janë akuzat rënda, të argumentuara, nuk janë akuzat që unë kam thjesht sepse zoti Rama mundohet ka shmundur. Argumentin e parë ishte që mënyra se si zoti Edi Rama që në zanafillën e vet ka ardhur në pushtet, në një aleancë me Ilir Metën, me një aleancë qelpsirash, patjetër që do prodhonte një qeverisje të tillë. E dyta, mashtrimi i madh që Edi Rama i tha votuesit e elektoratit shqiptar që unë do jem një model i ndryshëm nga Berisha, modeli sepse Edi Rama u kundra modelit autokratik të Sali Berishës. Po të garantoj që Sali Berisha nuk ka qenë kaq autokrat sa Edi Rama në qeverisjen e tij. Të paktën po ta them me siguri në qeverisjen e vitit 2005-2009, pas në 2009-2013. Edi Rama ka arrit në kulmin e tij të autoritarizmit ku një shtet funksionon me urdhra, nuk funksionon me rregulla. Dhe fakti që korrupsioni ka arrit të përmasa, pikërisht këtu e ka burimin dhe zanafillën. Sepse piramida shtetërore që funksionon me urdhra çon një korrupsion masiv. Pra nuk është e organizuar në mënyrë institucionale, piramida shtetërore. Dhe në momentin që funksionon me rregulla, është në mënyrë institucionale organizuar dhe po rrjedhoj zvogëlon korrupsionin. Nuk them që korrupsioni mund të zhduket se aty ka të bëjë edhe me ndërgjegjjen e individit. Po jo organizuar në mënyrë masive siç po ndodh sot. Dhe ti nuk mund të justifikosh që individ të ndryshëm, jo mos janë 40 kryeministra, ministra pafund, drejtorish, janë shumë persona të rëndësishëm Partinë Socialiste, të cilat normalisht janë akuzuar për vepra të rënda korruptive. Dhe ky nuk mund ta hedh me një secili se mund të del me atorin secili berr varet për këmbë vetë. Jo, sepse pikërisht sistemi e ke ngrehet ti, se ky është një sistem që prodhon korrupsion, nuk është më individ të korruptuar. Kaq është akuza, kjo është akuzë argumentuar, sepse po ti mund ngresh një akuzë pa argumenta, po kjo akuzë që them unë. Pra të vish në pushtet, në koalicion qelpsirash dhe të pretendosh të ndërtosh një shtet të fortë, kjo është mashtrim shumë i madh, sepse vetë lëvizja e tij ose zanafilla
e ardhjens kushtetesh e pamoralshme, dhe e dyta fakti që ai do të lajduar me pikërisht me këtë që mos marr barrën e përgjegjësisë si shkaktari kryesor i ndërtimit një sistemi autoritar. Është edhe më keq autoritar, për paktën autoritar. Autoritar që e vërtetojmë ne se ky është autoritar o mafios sistemi. Cili ka qenë gabimi më i madh që ka bërë kryeministri Edi Rama gjatë qeverisjes, po ashtu dhe opozita? Gjëja më e rëndë që këto kanë bërë është që këto kanë vrarë shetërinë e votës. Po vrapë shetërinë e votës i bën gjithë atjerat. Dhe këto të dy janë persona që akuzohen drejt për drejti për këtë. Në momentin që ti brek votën, ti ke minu demokraci. Dhe Edi Rama patjetër që mos largimin nga kryeministri patjetër do jetë si Sali Berisha nën shpallje, do i shpallu nën grata në Shtetet e Bashkuara, nëse ato përdorin të njëjtin standard për faktin sepse janë minues të zhvillimeve demokratike dhe të një shoqërie demokratike. Kjo është akuza më e rëndë që mund t'i bëhet zotit Rama. Ka shkatruar demokracinë në këtë vend në bashkëpunim plot me Sali Berishën. S'ke që akuzët i bësh tjetrit më të rëndë, gjitha tjerat pastaj janë pasoja. Sepse ti mund dalësh edhe të flasësh për shumë fenomene që ndodhin, për shembull për zonat e mbrojtura, mund të flasësh për korrupsionin për incineratorët. Shumë janë pafund këto veprat korruptive të tyre. Po themeli i gjës është pikërisht që kur këto guxojnë të prekin votën, ajo çfarë do të vijë më pas, do të vijë pikërisht do jetë një sistem i kalbur që prodhon korrupsion dhe prodhon një shoqëri jo të drejtë. Sepse shumica e shqiptarëve që largohen tashmë nga ky vend nuk largohen vetëm për arsye ekonomike, por largohen edhe për një çështje tjetër të rëndësishme se po jetojnë në një shoqëri jo të drejtë. Pra, përballen çdo ditë me padrejtësi nga më të ndryshmet. Dhe nuk mund të gjejnë drejtën, kur qytetarët në një shoqëri nuk gjejnë drejtën, detyrohen të largohen, se është më e rëndë se çështja ekonomike, çështja e të ndjerit i mbrojtur dhe të ndjerit i barabartë para ligjit në një shoqëri. Zoti Elizi, unë falenderoj shumë që ishe në një lidhje direkte në emisionin Vibe. Ishte kënaqësi. Ju falenderoj edhe unë, jashmasa. Ja, pra kështu i erdhi fundi këtij epizodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.